Dhe jemi këthy në pjesën e fundit të dashur miq, aty ku mësojmë për receta të shëndetshme dhe njëkohësisht të shijshme, sepse gjithmonë ka qenë kjo dilema, s'po moj me hangër shëndetshëm se jo shumë shijshme. Po ja që nutricionistja dhe dietologe Albilina Shabani Lazi kujdeset që ne të kemi shije në çdo recetë të shëndetshme. Patjetër që kur ka shije, ka edhe efekte pozitive në recetat që aja na rekomandon. Sot do të flasim për një recetë, me që në pjesën e parë folëm për shëndetin dhe e zorëve, infeksionet e zorëve, për një recetë që Lena rekomandon të këta persona të cilët kanë probleme të ndryshme, për çfarë është fjala, normalisht që përgjigjet i marrin vetëm prej saj. Mirë se erdhe Lenë. Faleminderit shumë që na ke mësuar që gjanat e shëndetshme jo domosdoshmërisht e kanë shijen e keqe, sepse ka qenë një si mit ashtu i ndërtuar, por ja që ka gjana të shëndetshme dhe të shijshme. Por sot do të flasim për një problematikë që është shumë e shpeshtë dhe shumë serioze, siç e tha edhe doktor Avnia pak më herët. Edhe jemi kështu në prag të ndryshimit kohës, edhe në momentin që ndron koha, atëherë temperatura rritet brenda kujrujme dhe ushqimet, edhe normal që kontaminimi me bakteria dhe predispozita për me pas probleme me në përgjithësi sistemin tretës është pak më madh në krahasim me sezonën që kaloi. Kështu që na në çdo kohë duhet më unajt gati për çdo send, edhe në këtë mënyrë përmes familja jonë, në çdo familje mi jep mësimet e duhura. Po. Dhe receta sot e cilën do të përgatisim. Tash në javën e kaluar kemi bërë fermentimin e kefirit. Besoj që e kemi mësuar. E rëndësishme është më shumë mi pas që ato këpurdhat edhe farat, edhe normal që për me përgatitur recetë është shumë e thjeshtë. E kemi bërë edhe disa herë format ndryshme, sot po duam të tregu formën më të thjeshtë, edhe më të shpejtë se ç'është me përgatitur kefirin, po të njëjtën kohë që ndikon te këto rastet me infeksionet në zorë që i kishë ndihmu shumë, pa marrë parasysh çdo gjë që ndikon, domethënë çrregullim të jashtëqitjes, kjo kefiri ndihmon për arsye se i kompenzon që ato se prej çdo traume që ka zorra, flora jon, humbin bakterje të mira të zorrës. Kefiri ndihmon që mi kompenzu ato bakterje dhe të njëjtën kohë i ushqen edhe bakterje që janë në florë, i ushqen që ato sa më shumë mu rritë dhe normal në këtë rast të ngritim edhe imunitetin edhe rregullojmë pjesën e problemit me jashtëqitje. Po, sidomos se disa emisione kemi përmend që kefiri është një lloj probiotiku i cili nëse konsumohet në doza më të rregullta, mund ta ruaj edhe më mirë florën e faunën e zorëve të cilën e dëmtojmë, jo çdo herë vetëm nga antibiotikë, se kemi bërë edhe këto të thonë antibiotikë, por ka persona me sëmundje kronike që kanë mbi 5 ose 6 tableta që i përdorin, ka persona të cilët nuk ushqihen shëndetshëm, që abuzojnë me yndyra e të tjera dhe zora është ajo që e pson. Ka shumë faktorë që dëmtojnë. Përveç antibiotikëve, që edhe te për shkakun janë tepër shumë faktorë, përdorimi i ilaçeve të ndryshme, mos konsumimi i sasisë mjaftueshme probiotikëve, prebiotikëve, ushqimet fast food, karbohidratet e thjeshta, yndyrnat të thjeshta, do të thonë ka shumë faktorë që ndikojnë për shkak që funksionin kryesor e kanë zorët edhe dëshmuar, zhvërtetuar edhe shkencëtarisht që 70% e sistemit imunitar më varet e zorët tona. Tash na sot çka kemi zgjedhur me bo, përveç probiotikut dhe prebiotikut që domethënë na ofron kefiri, që ka edhe tjera vitamina, minerale, edhe domethënë është shumë i kompletuar në aspektin e vlerave, sidomos për florë, atëherë na kemi përzgjedhur me shtu farat e linit, të cilat përmbajnë fibra, përmbajnë omega 3, edhe më thani përmbajnë disa vitamina tjera dhe yndyrna të shëndetshme që janë shumë të nevojshme në këtë rast kur kombinohet me kefirin. Më thënë kjo ndikon që edhe ajo sasia e ujit që përmban kefiri, këto më bymy, edhe më trosh një farforme komplet kjo sasia, që njëjtën kohë për shembull këto i marrin të gjitha ato toksina që janë në zorë, të njëjtën kohë i kompenzojnë ato bakterje që duhet. Unë kam përzgjedhur mi shtu edhe disa arrore, për shkak që ndikojnë edhe me rrit imunitetin, për shkak omegës 3 që përmbajnë edhe për me rrit energjinë, edhe banane. Najherë shumë skeptike pjesa bananës të përdorimi, sidomos kur është konstipacion, po kjo është viçmet dhe nashta është fiksu bo prej dikuj si arsye që s'bën kur jeme sidomos me konstipacion
konstipacion, por realisht banania është ideale. Për shkak që në këtë rast çrregullohet edhe sasia e triptofanit në florën tonë, që prej triptofanit prodhohet serotonina që është hormoni i lumturisë, të njëjtën kohë prodhohet edhe melatonina gjatë natës. Këtë rast nëse s'kemi mjaftueshëm triptofan, atë na nuk mujmë edhe me flajt të rahat, sidomos në këto periudha që jemi kështu me virus, e dim që je pak më i lodhur dhe më i dehidruar. Më thënë këtë rast banania përveç fibrave, përveç kaliumit që përmbahen mineraleve që i përmbajnë për shembull bashkë edhe me arroret, kjo ndikon për shembull edhe tek disponimi i më thënë të gjendja disponimit për shkak gjendja psikologjike dhe energjia për shkak të përbërjes së triptofanit që e përmban. Po, e dim duket kam pyetje edhe para disa javë, ndoshta muj, po prapë ta rikthejmë si pyetje, sa qëndron kjo teoria që bananet e tilla, që është kjo me pika, që është më e pjekun, është më e mirë se sa bananet të cilat janë ma të bukura me u pa me sy? Fibrat janë ma të gatshme. Vlerat ushqyese gradualisht binë në momentin që sa ma e pjekur që është, po fibrat janë ma të... Do më thënë, këtë rast preferohet me marrë kështu, për shkak që fibrat ka ma shumë fibra. Amo vlerat ushqyese supozot që fillojnë me ranë momentin që hala ma shumë piqet. Do më thënë, nuk është që i rriten, po ka fibra ma shumë. Dhe kjo kur është ma e but, na vyn neve fibrat këtë rast për shkak sistemit tret. Amo nuk i ndryshojnë sasi shumë të madhe vlerat ushqyese. Do më thënë, është e njëjta, po për shkak fibrave, preferohet mu marrë e tillë. Sa ma e pjekun, ma mirë. Po, me një fjalë, sepse fibra të gjithë, unë po besoj edhe shikus tonë e din, për mes sharu, fibra në ndihmojnë për gjithë ata që kanë probleme me metabolizmin, me konstipacion apo kapslëk, dhe fibra janë ato që e lehtësojnë atë proces, dhe një banane më e pjekur, e cila është me ato pikat. Ndihmon për gjithë ata persona që dëshirojnë të konsumojnë banane, po kanë probleme me kapslëkën. Kjo nuk ndikon në kapslëk, kjo përkundrazi e shpejton metabolizmin. Do me thonë mund ta konsumoni bananën ju që e dashuroni, por që keni frikë se mos po ndikon në kapslëk më shumë. Po ta zgjedh një bananën pak më të pjekun. Atëherë farat e linit preferohet mu blu. Po. Edhe tani me lo me qëndru diku në afërsisht një 10 minuta. Në kefir? Në kefir. Më thënë fillimisht mu blu. Nëse veç për shembull i kishim lo me qëndru gjatë natës, minimumi 4 orë, prap duhet mu blu, për shkak se tu pas parasysh që zorra është e iritume, ka mundësi me shkaktu ashtu si lloj fryrje derisa treten, kështu për me evitu edhe një siklet tjetër për shembull eventual, atëherë na i blujmë edhe nëse i kemi lënë me qëndru gjatë natës, po edhe tash prap i blujmë. Do të thonë po preferojmë i blu fillimisht këto forat e lirit. A e ke vendosur ndrym se gjithmonë kemi këtë problem me lenën, sa e nisim emisionin. Ja s'më mençu, ose është pa kabëll ose është diçka që s'mundet me lëshu. Një lugë. Afërsisht një lugë e madhe. Po. Përqendrimi është te receta dhe ajo çka e them, kështu që kjo pjesa teknikës nuk më intereson. Po sa do të ndrym, sa do të hazër. Sa do të mirë. Kena provu para prakesh. Atëherë shtojmë edhe një lugë prej këtyre që bashkë me len mund të jenë sipas dëshirës. Për shembull kum zgjedhar, badem, bën fara kungulli për shkak që përmbajnë magnez, ndikon tepër mirë tek muskujt. Varet sipas dëshirës. Nuk pishtoj edhe shumë. Këto muj mishtu edhe kështu nëse veç mundemi hongër muj mishtu edhe të pa blume, po më preferoj me blu. Dhe pastaj shtohet kefir, ja? Po, s'kena në... Po, mujna me shtu kefirin edhe bananën pastaj. Muj me shtu edhe drejt në kefir këtu, banana me lonë copa, muj me edhe mi blu krejt, më bas si pas dëshirës. Si tjetë një smoothie ta themi, ma mirë ndoshta do t'ishte me i blu. Po. Fakt, kështu e bojnë si pas shijes vetë se cilin është shtëpinë e tyre. Por len, derisa e vendosë edhe bananën, në një gjendjet ku zoret janë të irrituara me që ke kjo tema kryesore, duhet me i largu pak ushqimet me fibra të shumta, apo? Po. Okej. Nuk përdorim fruta thata shumë, nuk përdorim kumbulla, dardha. Kryesisht është ideal kosi, kefiri, për shembull ushqimet që nuk përmbajnë sasi të larta acidike, për shkak që e dim që pH-ja
ndran, edhe normal ushqimet, për shembull orizi, uji orizit. E sa edhe doktora Amnia që uji orizit mund të përdoret tek diareta, po ideal. Ushqimet që nuk përmbajnë për shembull sheqerna të shtume duke me eliminu pjetë e gazume. Për shembull për fëmijët, më mishtu edhe mjaltë, po edhe triturit. Më mishtu pak mjaltë, më mishtu kanel, sipas dëshirës, po nuk do ashta me ngarku ma shumë. Po. Duke marrë parasysh që receta u përgatit për personat të cilët mund të kalojnë në një irritim që edhe te të situatës. Amo për ata që dojnë me shfrytzu për fryrje barku, se dim se zakonisht tashëm pranverë është pak ma e shprehur kjo pjesa e fryrjes së barkut, edhe normal që vrem që nuk po muj me hu pesh për shkak ki përdor qaja për dopsem, ki përdor tabletat ndryshme, ose ki përdor forma ndryshme për mu dopsu, edhe prape ki barkun e fryt jonë me ngjes, po masi që e ke konsumu ushqim, do me kjo ndodh për shkak të orarit jo të rregull, ndodh për plot faktor, për shkak në irritimi, përgjithësi sistemi trec. Në këtë rast, për ata persona që dojnë me shfrytzu edhe për me rregullu përgjithësi metabolizmin, edhe me rregullu jashtëqitjen, përveç infeksionet zores, muj me shfrytzu edhe, do me thënë, njëjtën recet, nëse preferot mu marë para dite për shamë mëngjes, është mirë për shamë sasia bananes pak ma pak, për shkak se ka indeks glikemik pak ma të lartë, mu i mishtu naj fruta pylli, ose për shamë tash mu i mishtu drez, po jo sasi shumë të madhe, me bo një kombinim, dikan shumë mirë sistem trecë për me regullu përgjithësi metabolizmin, kitë rast e largon edhe fryrjen, për arsye se ndika një farforme si lloj detoksifikimi për melqin, edhe të njëjtën kohë i merr krejt ato vlerat ushqyese edhe ndihmon lëvizshmërinë e zorës për shkak të kompenzimit të probiotikëve që i ka, yndynat e shëndetshme dhe krejt këto ndikojnë që me rregullu metabolizmin, edhe në këtë rast, më thanë muj me shfrytzu edhe për humbje peshe dhe në rregullim metabolizmin. A mund ta konsiderojmë si një mes shujt? Po. Ta marrim për shembull. Për shembull se ka probiotik, prebiotik, ka vitamina, minerale, yndyrna të shëndetshme si mes shujt shlirë. Për shembull se një mëngjes, për shembull një pasur me ma pak vlera, i hershëm nëse dojnë me bo, mjafton. Më thonë ose një, për shembull në darkë, nëse s'dojnë me ongër ushqim vonë, për shembull kur e përfundon shujtën e fundit, është e mirë se ardhëm, për shkak që i ndihmon metabolizmit, përgjithësi mu rregullu, edhe triptofani që përmban banania, për shembull i ndihmon që me rregullu prodhimin e melatoninës, edhe në këtë rast kish pas me bo organizmi funksionin shumë ma mirë gjatë natës, nëse veç e kishim marrë një tas kefir për shembull, kështu afërsisht, para gjumit. Jo para gjumit, por ashtë na 3 orëshim para gjumit. Do më thonë si vakti i fundit, më thonë rreth orës 8 ose më varet se qysh e kanë ciklin e gjumit. Individual është kjo. Nuk ndikon në gjumë me që këta natës arroret 3 orë për para është okej. 3 orë për para jo, nuk ndikon për kundrazi, për shembull farat e kungullit kanë sasi të lartë magnezit, krejt këto kanë arroret kanë vitamin B6, është e mirë se ardhëm për shembull me marr para gjumit, njëjtën kohë vetëm i ndihmon organizmit. Do të thonë i kry funksionet e veta që duhet mi bëj gjatë natës. Po do më ndalte arroret len sepse unë të paktën e kam shprehi, po një dhe shumë njerëz që të mundu mësë me hangër gjithë shka e je unë, si snack, gogja shumë e abuzojnë përdorimin e kritë këtyre arroreve. A mund të kenë ndyrën atë tyre me gjithë janë bimore natyrore, a mund të jenë të tej për të, nëse i përdorim shumë? Nëse të prohet, po, preferohet 150 afërsisht miligram ditë për 3 tonë fjalla. Gram, faktikisht. Një paketim edhe ashtu paketimet janë kryesisht 150 gram, nuk preferohet ma shumë. Për shkak se sasia yndyrë është edhe ajo, dhe pse është të shëndetshme, njëjtë sikur edhe frutat, për shembull edhe perimet, që nuk preferohet mu tepru me sasi të madhe. Kështu është si lloj miti, më me thonë, te fëmijët për shembull llogaritim një grosh sa ka grushtin e dorës, afërsisht. Është e mjaftueshme.
me sfjegun via trasha një farforme, po 150 gram mjaftojnë brenda ditës, ta shto muj me ndonë 2 doza, ose varet, si pas dëshirës, ose krejt një të nku. Qka duhet me theksu, është se arrat braziliane nuk lejot mu marë ma shumë se 5, për shkak të... Në dit, për shkak nëse veç kish pas me një kombinim me dhe arë braziliane, me pas parasysh mos me marë ma shumë se 5, për shkak sasis lartë të selenit që e kanë. Për arsye se seleni është një mineral, është antioksidant shumë i fuqishëm, po din mu bote toksik nëse veç kalohet doza. Për çka na duhen arrat braziliane dhe pse në shumë të rëndësishme është për funksionin e gjandrës tiroide, sidomos ata që kanë probleme me funksionin e tiroides, preferohet mi marë 3 deri në 5, më varet prej mansisë se sa e kanë ato, arra braziliane në ditë, kish me qenë ideale sasia seleni që ato përmbajnë. Seleni është mineral shumë i rëndësishëm, është antioksidant shumë i mirë, edhe na vyn së cilit për trupin tonë, tek arrat braziliane gjejmë sasi më të lartë. Personat të cilët kanë këtë probleme dhe përdorin edhe selenin si medikament, si suplement, a guxojnë të përdorin një kësisht arrat? Dut me pas asin e selenit që përdorin, normal është selen natural, edhe nashta në një të nku nuk ishtë dasht mu marë, po në bazë normal konsult me mjekun, se tash më varet prej sasis e selenit që përdorin, duhet me regulu edhe dozën, po ata që përdorin në selen, përshka nëse marrin selenin gjatë ditës, atërë përshan një vak mbrëmje kështu, 3 me ull dozën pak, mjafton, sepse është formë naturale e selenit, po kryesisht normal në konsult me mjekun ose me një person që është përgjegjës për këto. Në ndërkohë tek farat e lirit rekomandohen edhe në recetat të ndryshme, madje ka dhe që i themin e pije magjike të cilat të shumta të cilat mund të ndikojnë qoftë për dëpsim, qoftë për arsye të tjera. Janë goxha të rëndësishme po aca dhe fara që ja? Njëjtë po, e vërtet, njëtin efekt afërsisht e kanë, përveç prej njëna tjetrës dallojnë yndyrnat, sasia për shembull pak më lartë yndyrave, dallojnë për shembull këto minerale, ose omega 3 për shembull fara liri përmbajnë më sasi pak më të lartë të omega 3, yndyrna në formës të omega 3, po kryesisht farat në përgjithësi i kanë domethënë efektet e njëjta në përgjithësi. A mund t'i kombinojnë bashkë? Po, bëhen mi kombinu, pa problem, bilës kish me qenë ideal. E çka është përparësi për shembull që vlen me theksu tek personat me tiroide, preferohet mu marë ma shumë fara liri, se sa fara qia. Një prej hulumtimeve s'fundi që e pash, supozoj që më thamë fara qia duhet me reduktu pak sasin e tyre, jo në sasi shumë të madhe. Për shembull në vend që nëse kemi me eshtu një lugë gjile për shembull fara, është mirë mi bo 50% fara liri, 50% fara qia, sepse supozohet që mundet me ndiku me rritë, më thamë, funksionin e tiroides fara qia. Tash këto lumtimet janë kretë, çdo herë për shembull janë duhet pak me studiu edhe tek personat edhe me pasi efekt, për shkak se tu pas parasysh që çdo herë dalin treja, dhe normal unë çdo herë bazona në realitet, edhe mundona mi pa me synin në realitetit, dhe normal që mi provu edhe të njerëzit. është një diçka që vetë nuk është që kam testu që ka ndiku fara qia, po është një ulëmtim që e pashë normal që përderi sa u bo me një numër shumë të madhe dhe prej një abden është publiku të PubMed, normal që është i sigur, që në këtë rast du të me marë si në konsiderat. Nëse i përdorim gabimisht, po e them kështu në mënyrë që ta marrim përgjigjen sa më të saktë, fara qia, fara liri, nëse nuk i lajmë 10 deri në 15 minuta të bymejen, përveç fryrjes që na shkaktojnë, a mund të krijojnë iritime në zor, Len? Po, mujnë me kriju edhe iritim, për shkak se krijojnë njëjtë gazra në zor dhe mund të mu të rregullu. Tash në asnjëherë nuk e dim se çysh është gjendja e zorës, ose nëse ka ndonjë problem tjetër eventual, mujnë me ndiku me shkaktu ato gazra që shkaktohen në fryja, normal që njëjtë është edhe mrenda në zorë krijojnë fluska të ajrit, që mujnë me pas për shembull edhe gazra me liru ma shumë, edhe ato gazra e dim që përcillen me spazma. Edhe dim me konë spazma shumë të mëdha, që normal që në këtë rast nuk është e mirë se ardhen. Spazmat janë gërqet? Gërqe, po. Dhimbje të mëdha të
herpaseshme, po që janë goxha të mundimshme. Janë goxha të cikletshme për ata që i kam provu. Zakonisht, për shembull, po muj me shkaktu, është mi lanë me qëndru me një mume 10 minuta, mi blu realisht edhe mi lanë me qëndru 10 minuta, po nëse nuk i blun, të paktën 4 orë mi lanë me qëndru në ujë, në qumësht, ose kefir, kosk, çka do që ju pëlqen. Ose edhe në smoothie. Ajo vlera nëse i bëj me ujë të vluar, me ujë të nxehtë? Jo, ma shpejt bëmejen. Ma shpejt. Po vlerat nuk i hu? Jo, absolut, nuk i hu vlerat. Më thonë vetëm që arrijet fryrja pak ma shpejt. Dikojnë për shambull. Preferohen mu marrë edhe me mëngjes me një lugu full molle, ato ndikojnë shumë me stabilizu edhe yndyrën gjak, edhe një të kohë ndikojnë me regullu një farformë si detoksifikim për melqin, regullojnë nivelin e ullin nivelin e kortizolit, e ullin nivelin e grelinjes hormonit të uris edhe rritin leptinën, edhe në këtë rast nëse konsumojmë një gotë me uj, me fara liri ose fara qia, me një lugë gjelle u fullmolle, aja ndikon me ull hormonin e uris, edhe të ep ndjenjën e ngopjes, që në këtë rast, sonë shumë prioritet e kom këtë periud, dhe i mberë krejt një pëlqen që kjo sonë të shka gjithë undri. Në këtë rast ndikon, dhe më thanë, edhe kryesisht të pesha, po qëllimi kryesor është me regullu funksionin e organizmit përgjithësi edhe të metabolizmit. Më thënë edhe ullim i ndyrnat, edhe e ullim atë sasinë e tepër të ushqimit që e konsumojmë. Se u mundova gjitha produktet të cilat i ke përdor në recetë, nga pak ti përmendim edhe vetit edhe të mirat e tyre, po nalem edhe të banonja edhe njëherë. Unë e di, edhe nga raset qoftë në shoqëni e në familje, po besoj edhe njerës që të shkruajnë ty, ka shumë fëmijë të cilët janë nazeli në ushqim, nuk kanë shumë, po ka nëna që thonë 2 banane, 3 banane në ditë i hanë, veç ato është që e hanë me qef, kur gjë tjetër. A mund t'jenë të dëmshme në një dozë të teprume? Dozë të teprume është karbohidrati i thjeshtë, se kritë kohën mundet me ndodhë për shembull me majt aktiv në farformë prodhimin e kortizolit, së është karbohidrat dhe të insulinës, dhe normal që nuk është e mirë se ardhën afat gjatë me qëndru me pas insulin trop. Në këtë rast një farformë e trupi është në gjendje inflamatore, se kritë kohën kur kërkojnë ushqim, edhe pse interesant është të fëmijët të reagon të kundërtën. Me momentin që merr karbohidrata, një farformë nuk ka dëshirë mo për ushqim. Momentin që merr sheqerna, nuk është e preferueshme më marr, edhe pse është natyrale, nuk është e preferueshme më marr për shembull të fëmijët tash varet prej moshës 1-2 brenda ditës, po normal nëse merr një banane, ma mirë është një banane se sa një kifle ose një ushqim që është domethënë e pashëndetshme, edhe 2 le t'i hanë, po në periudhat ndryshme, për shembull mëngjes ose masdite dhe jo çdo ditë. Kisha mirë të fëmijët mi hungër 2 ose 3 vezë, kishtë qenë ideale. 2 ose 3 vezë në ditë? Po, në ditë, 2 sigurt, do më thanë, tek fëmijët kuptohet pak ma triton, për shkak të proteinave që i përmbajnë, për shkak të vitaminave, mineraleve. Më thanë, është ideale ditën me njësë fëmijët me vezë. Më thanë, mëngjesi me pas me vezë, kos, kefir, djathë, edhe bananja është shumë e mirë për mëngjes, për shkak të edhe minerale, për shkak kaliumit, për shkak triptofanit, edhe për shkak fibrave që i përmban. Po nala edhe pak të vezës, se më la përshtypje kjo pjesa e vezës. Dhe me thonë, të plot mund t'ja japim 2 ose 3 vezë fëmijëve, të bardhë dhe të kuqen. Prej peshës, prej moshës, deri në 3 munet, po. Prej një vjet normal, fillon prej mujt në 8-9 me testu, ka pak. Tani prej një vjet mundet me marrë një vezë, mandej për shembull kur i bën 2 vjet të shlirë mundet mi marrë 2, tani varet edhe prej peshës deri në 3 vezë mundet mi marrë pa problem. Normal, nëse veç është fëmija më i vogël don mi marrë 3, bën me zimja ik pjesën e të kuqes. Pse heket e të kuqes, sepse edhe për ata që ushtrojnë, përdorin për shembull trajnerja më ka rekomandu 6 vezë të zjera, por vetëm të bardhën e vezës, vetëm njënën me ëngër komplet. Për shkak që mundet me ndiku te kolesteroli, dhe në të rritjen e kolesterolit, sepse përmban sasi pak ma të lartë, po të fëmijët është e mirë se ardhën, se nuk ka që rregullim fëmija, për shembull metabolizmin. Është tropiri, edhe normal që të rriturit nëse fëqihan 6-7 vezë, patjetër që duhet me hekat sasin, sepse proteinat janë ma shumë tek pjesa e bardhë e vezës, dhe për këtë arsye trajnerët e fitnessit preferojnë me marrë dhe na si nutricionist për me arrit sasinë e proteina në mënyrë natyrale është fjala, preferojnë me marrë sasi më të madhe, po evitojnë pak këtë pjesën e të kuqit.
të vezës. Po për shembull, 3 vezë në ditë, një me shtu në supë, 2 tjera për shembull me fërgu ose mi zi, nuk ka shumë rëndësi mënyra përgatitjes, vetëm që kur fërgohem për shembull mos mi bo me vaj thjesht, mos mi lënë mu djeg shumë që mi hup ato vlerat edhe me marr toksina prej vajit djeg. Po edhe për tritun, po kryesisht për fëmijë, sidomos ata fëmijë që nuk e përdorin mishin, është mirë me kompenzu me vezën që ato vlera ushqyese që veç i duhet për mu rritë edhe për mu zhvillu. Interesante se informacion. Sinqerisht, nuk e kam ditë që deri në 3 mund t'ju lejohet fëmijëve. Varet prej peshës, gjatësisë, kuptohet, prej moshës, po është e mirë të ardhën. Sidomos fëmijët shkollor, është e mirë të ardhën me ngjesi me njësë me 1 deri në 2 vezë, edhe normal drejt nëse veç nuk kanë fëmija ushqimet që përmbajnë proteina, nëse nuk kanë mishin, atër më mirë një vezë, sa një hamburger ose një ushqim fast food që i bën tonë. A mund t'ja japim ta zëm shujten me vete në shkollë fëmijëve që është e përfshirë edhe veza, a kontaminohet shpejt nëse rrinë? Këtë periudhë është koha alo pak ma e ftoft, po, nëse mbështjelli mirë, edhe para se me dole përgatitim si rrinë me ma gjatë, po nuk kishtë qenë e mirë të ardhën nëse temperaturat janë të larta, për arsye se veza din mu kontaminu shumë. A se zjera? Edhe këtu pas parasysh për shembull që ka liron erë, nështë ta fëmit një në keqë. Unë e këmë thonë sa herë që fëmit të na ka nevoj për cilësi, jo për sasi, për arsye se vaktin kryesor e hajnë shpe, edhe kështu që rëndësishmë është mi jep diçka që përmbani ndyna të shëndetshme për me rritë për qëndrimin, mi jep ushqime frukta ose perime që përmbajnë antioksidant. Për shembull, kisha me shfrytzu rastin me cek shkollën Iliria në Prishtinë. Më thënë e ka bu një shembull prej klasëve të para, një javë fruta dhe një javë perime. Në fillim e kam pas shumë vështirë fëmijët mu adaptu. Ka nisë kjo prej mësusës vajzës teme, është mësusja Gresa që përshëndes edhe është shembull sinqerisht si mësuse. Ka nisë prej asoj e tash e kam bo si regull krejt shkolla, nuk është nashta që 100% fëmijët mujnë me mbajt, po si regull është tash e kam mësu edhe fëmijët. Një javë fruta dhe një javë perime. Me marrë me vete. Me marrë me vete, dhe kjo është e mjaftueshme. Eventualisht nëse fëmija ka hungër ma pak në shpe, mundet një bukë me djath, ose me krem djath, ose me shtu edhe në error, kështu, po thjesht fëmijët nuk ka nevojë për sasi, ka nevojë për cilësi. Vitamina, minerale, edhe diçka antioksidant që aty një rrit imunitetin, ose në ndyrë në shëndetshme, për shembull një bukë me avokado, bukë me djath, mjafton, se s'ka nevojë ma shumë. Po në këto ditë kur po futemi në ditët e nxehta, duhet kemë shumë kujdes, çfarë i japim fëmijëve me vete, sepse shumë lehtë mund të kontaminohen. Apo ma qëtë pak ajo. Kanë kaluar 10 minuta, për ata s'ta qita. Tash më se bone për vete. Jo, dash me arrit efektin që veç o trosh. Me thonë, pas bluarjes, mirë, mjafton. Faleminderit shumë. Pas bluarjes e kemi lanë dikun 10 minuta, ajo në shpe mund të lene edhe më shumë, ma e mira që rekomandohet nëse s'ka bëj është natën. Me lonë gjatë natës, ka të Me lonë edhe fara qia, edhe fara liri, me lonë gjithë natën edhe me i marrë në punë në shkollë me vete, është ideale. Me qëllëm me lash me blu këto, për shembull që ka plot që më thojnë, po harroj me bo, e nëse harroj me bo, qka me bo? Aden, një farformë me kufizon se përdor për shkak që ka harru me bo, që ka kujtu. E kështu me qëllim me bo na këto, se mundem edhe në këtë mënyrë, përveç që me la me qëndru natë, mujme edhe me blu në këtë formë. A është sasi që mund të përdorim edhe gjatë ditës pastaj? Po, afërsisht 300 ml gjësysh, po mundet edhe ma shumë. Për shembull, varet sidomos nëse është në këto problemet për shembull, mundet mushtu doza. Mund do në 2 vakte, ka 250 ml deri në 500 ml brenda ditës, me ngjes edhe në darkë për shembull. Në drek naj orez, vetëm me krep, jo për shembull me meshe, me ndyna, vetëm i zime, naj patate, diçka ushqime që nuk përmbajnë sasi të lartë, domethënë të ndynave, të sheqernave të shtume, jo langje, jo pjetë gazume, jo sasi të lartë të sheqernave të shtume, jo për shembull perime gjelbërta, këto që din me pas nivele acidike për shembull brenda tyne dhe din me edhe i duhet hala ma shumë organizmit për mu tret, ato duhet me pas shumë kujdes. Këtë periudhë derisa ta marrin veten në farformë.
shumë e sheshme Lenë për ndryshe, se e di që shiku sarë të mrinë të thanë shtë shumë e sheshme, menojnë që adin, jo, se për emision, po me të vërtet është e sheshme, provone nëse zbesan. Jo, këto jo garantojone, se Saronda para prakish në veta është e sheshme, dhe ahohe, ta muj me ongërojnë, se nuk jam propozoj diku. Nuk jam shumë eksperimentu se shijeve të reja, ashtu pa e ditë sakt çka është, por edhe një e kam që nuk i tham dikujt mere provoje nëse mu nuk ma ka kojt, ose mu nuk më ka bo mirë, që që kjo me të vërtet qenë ka e sheshme, plus që është e shëndetshme. Për ndryshe, të gjitha këto receta, këshilla, ide të cilat Lena na jep me i ndru shprehit, i gjeni në faqen e saj me Lenën, në Instagram edhe në Facebook. Ma herë tash Lena 24 orë thënë përgjigje, të kom shti borç ndaj këtë atyre që shkrujnë Lenë, kështu që rri natën qutë, me ju këti përgjigje kështë shikuzve tanë. Ani se në krejt globin ura, së është njëjtë, kështu që po duhet në jarë më përshtatë. Atyre që na shkruan neve. Me pjesën tjetër. Po më mirë keni t'i shkruani Lenës direkt, po edhe për mes neve na ja dërgojmë Lenës çdo herë mesazhet. Lenë faleminderit shumë për këtë të këshilla dhe gatishmërinë tane me na mësu me hangër ushqime të shëndetshme. Me kënaqësi çdo herë, edhe jo edhe shiquesit le të ndihen të lirë, ne japim propozime, ide, po duhet krejt ato me kalu ka Saronda, më mirë atua bëjnë asban. Gjatë pati me provuni era janë shishme, se kur zështë të shishme bras shnet, asë shnesh me spomet. Jo, është një përprajsi që da këto pi neutralizojmë shijet. Po, kjo është sekreti pse po dalim mirë, për asyë se pi neutralizojmë shijet, të normal të i rujt vlera. Gjithmonë, Lenë faleminderit shumë edhe njerë. Faleminderit. Dashur miq, bashkë me nutricionistën dhe dietologën Alberina Shabani Lazi, kemi përgatit një recet të shpejtë, të shëndetshme dhe të shishme, të cilën mund ta përdorni sidomos ju të cilët keni kaluar ndonjë prej helmimeve, ndonjë infekcion që e përmendim edhe me doktor Avnin të zorëve, jeni trajtuar dhe ende nuk keni shumë shije për ushqime, ta rregulloni florën e zorëve, rekomandohet një recetë e tillë, sidomos ku është kefiri, që është një probiotik natyral. Ndërkohë, kjo është edhe materiali jonë i fundit për sot. Ne patjetër që ju lëm takim të dielën e ardhshme në ora 16 dhe ju lëm në shoqërinë e kanadjete të gjithë gazetarëve dhe kolegëve tanë të cilët kujdesen për emisionet të ndryshme që t'jenë bashkë me juve. Ju mos harroni që të gjitha intervista, të gjitha pjesë të emisionet tona i gjeni në rrjetet tona sociale, në YouTube, në Facebook, në Instagram, në TikTok dhe në portalin Familja Jonë. Mund të na shkruani po ashtu 24 orë për temat, mjekët apo njerëz të cilët dëshironi që t'i kemi në studion tonë, e pse jo edhe të bëheni pjesë e emisionit Familja Jonë. Ndërsa ju të cilët dëshironi të rrugtoni dhe të rriteni së bashku me neve që biznesi juaj të reklamohet në Familja Jonë, mund të na shkruani po ashtu në gjitha rrjetet tona sociale që bashkë të krijojmë një imazh dhe një familje të madhe të suksesshme. Mirëmbëjtje dashur miq.